Elhamdulillahi thumma elhamdulillah. Të gjitha falënderimet e plota dhe madhështia absolute i takojnë vetëm Allahut të madhëruar, Zotit të vetëm të gjithësisë. Atë e falenderojmë që na bani prej muslimanëve dhe na udhëzoi në këtë fetë të pastër të Hazreti pejgamberit ton alayhi salatu wassalam, e na bani të gjithëve vëllezër. Të gjitha salavatet e selamet mate për zemërta ja dërgojmë sot në këtë ditë. E në çdo moment të jetës sonë, ma të mirit e ma të shtrejtit të krijesave të Allahut, Hazreti pejgamberit ton alayhi salatu wassalam, i cili u dërgua mëshirë për të gjitha krijesat. Pastaj me mbarsinë e Allahut azza wa jall, ju drejtohem ju të dashur dhe shtrejtë motra dhe vëllezër në këtë xhami të bukur e të drishme të Kalas së Drishtit, një vend i cili ka një gjurmë të shënuar në historinë tonë kombëtare, e ku Islami prej shekush ka gjetë vend, e ku historikisht zona e Kalas së Drishtit kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë 100% me përkatësi islame. Edhe ajo që të bën me uni krenar është se nga momenti i parë kur ti shkel në këtë vend, ti e ndjen prekjen e gjurmëve të historisë, për te realiteteve të zymta me të cilat përballet sot kjo zonë, thuajse izoluar dhe braktisur, jo shumë larg qytetit të Shkodrës, për te këtij realiteti, ti nga momenti i parë që shkel tek dera e Kalas, edhe vazhdon të vish në drejtim të xhamis, e takohesh me njerëzit e këtij vendi, në çdo gur, në çdo cip, ti e ndjen prekjen e Islamit, edhe erën e mirë të gjurmës nuranite, të burrave të urtë, e grave, fisnike, e sojnike të kësaj zone, e të këtij vendi ndërshekuj. Dhe mos ju duket e çuditshme, sepse besimtari me punën e tij, me kontributin e tij, me angazhimin e tij, me përkushtimin e tij, edhe kur largohet nga kjo botë, e lën gjurmën e dritës. Kur një besimtar largohet nga kjo botë, vendi ku ka vu kryt në sejdë, qanë për të, i mungon. Ashtu edhe kësaj toke i mungojnë gjurmët nuranite të burrave të mirë, e besimtarëve të mirë, e nanave të urta, e bijve e bijave, fisnike të kësaj zone, ku gjithë secili lën një gjurmë, dhe Allahu subhanahu wa taala kur e pranon gjurmën tane, e lën atë deri në ditën e gjykimit, nuk ik nuraniyeti i asaj gjurme, dhe përzihet gjurma e besimtarit me tokën, me zeun, me balten, edhe bahet toka pjellore, edhe bahet toka e dashtun, edhe bahet vetë toka nuranite, sepse njerëzit që kanë shkelmi atë tokë, kanë esë me besimin e Allahun azza wa jall, kanë esë me dashninë e Allahut azza wa jall, kanë esë me dashninë e pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe Allahu subhanahu wa taala e ka pranu. A keni vure, kur shkojmë në një vend, subhanallah, që është e kundërta e vendeve ku jetojnë dhe punojnë dhe veprojnë besimtarët, ti vetiu nihesh ngusht, edhe tu kam një shtrëngim në zemër, në gjoks, sepse gjurma e atyne që kanë jetuar dhe veprojnë në atë vend, është gjurmë e errët, është gjurmë e zymt, është gjurmë mosbesimi, e kundërta e gjurmëve të besimtarëve, të cilët ku janë dhe ku jetojnë, edhe kur largohen prej atij vendi, ka bereqet dhe ka mbarësi ai vend për bereqetin dhe pranimin që Allahu azza wa jall i ka bërë veprës së tyre. Kështu të dashur dhe shtrejtë, unë jam shumë i lumtur që sot jam në mesin tuaj, edhe i falenderoj edhe vëllezërit që kanë ardhur nga Drishti, nga qyteti i Shkodrës, edhe kështu duhet të jemi vazhdimisht, e ta njekim njëri tjetrin, e mos salam në balë njëri tjetrin, e ta përkrahim njëri tjetrin, sepse e kemi porosi të shenjtë, sepse e kemi urdhër në Kur'anin famlar, sepse e kemi porosi të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ndryshe do të ishte shoqënia e jon islame një shoqëni pa vlera, një shoqëni pa bereqet, një shoqëni pa asnjë lloj gjurme as në tokë dhe as në qiell. Çfarë duhet të flas sot përpara jush? Një hadith. Është një hadith mi bazën e të cilit duhet të punojë çdo qeveri, çdo shtet i cili
mendon mirë për njerëzit e tij dhe e ka frikë Zotin dhe i tutet atij dhe e din se nesër do të jap llogari përpara durëve të tij Azza wa Jall për çdo gjë, për çdo përgjegjësi. Po vija dhe po shihja gurët, po shihja rrugën, po shihja vështirësinë për të ardhur deri këtu, që gjithsesi është shumë më mirë se sa ka qenë. Dhe më kujtu Hazreti Omeri, radiallahu anhu. Po kur përpara 15 shekush, kur ishte i pari i botës islame, në kushte shumë më të vështira se sa kushtet e jetës sot. Dhe Hazreti Omeri u pa një ditë duke qenë. I shkonin lotët, 2 metër burr, ai princ i drejtë, ai princ burnor, i pa shembut, i pa përsëritshëm. Po qante? E pse po qante Hazreti Omeri? Tha, kur e pyetën, tha, më shkon ndërmend atje në cepat e Irakut të sotëm, ndonjë dhi që i rrëshet kama, e nuk e kam shtru rrugën, do të më pyes Allahu Azza wa Jall nesër në ditën e gjykimit, ja Omar, ti ishe i pari i muslimanëve dhe i tokave të tyne, pse nuk ja shtrove rrugën edhe dhive? Edhe ju dini se dhit janë edhe esin në terrene shumë të vështira. Dhe kjo është një metaforë e jashtëzakonshme e përgjegjësisë që ka i pari i vendit për njerëzit. Për njerëzit, ole për kafshët. Hazreti Omeri ka dërt dhitë e Irakut. Prinësit e realiteteve të sotme nuk kanë dërt për njerëzit e qyteteve, e të zonave rurale, e të çdo fryme, se po ta kishin dërt, nuk do të ishim sot në 2026-ën, në këtë Shqipni ku jetojmë të gjithë së bashku, në këto realitete paradoksale, e në këtë mjerim, shpeshherë që të shpihen ndërmend leximet e librave apo shkrimeve të migjenit. Çfarë thot pejgamberi alayhi salatu wasalam? Ai i cili zgjohet i sigurt në veten, në familjen dhe rrethin e tij, i shëndosh dhe pa lëngata, dhe që ka ushqimin e ditës së tij, është si të kishte krejt botën. Vetëm kaq. Përfundon fjala e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Ai që zgjohet i sigurt në veten e tij, në familjen e tij, në rrethin e tij. Siguria, që është elementi kryesor për të jetuar njeriu në harmoni me tokën, me natyrën, me tjetrin, kushdo qoftë tjetri. Siguria për të cilën ka kohë që bien alarmet njëri mas tjetrit për prishjen e ekuilibrit të sigurisë në këtë vend. Dhe ja ku jemi. Shëndeti, për cilin pejgamberi alayhi salatu wasalam thotë, nëse je zgju dhe je në shëmir, është se të kesh krejt botën, sepse të gjithë në një mënyrë apo një tjetër e dini fare mirë se po të smuret dikur sot dhe të bahet për spital, e të bahet Zoti na ruaj për ndërhyrje etj, një Zot e din se si e përballon. Dhe kjo është në mas, jo tek një njeria 2-3, në mas. Edhe e treta, kafshata, mirëqenia. Ka njerëz që lypin, ka njerëz që nuk e kanë bukën e kësaj dite, ka njerëz që rropaten për pak kacille, për të majtë frymen, për të majtë fëmijët, për të eduku fëmijët, për të pagu shkolla, për të pagu taksa, për të pagu pagesa pafund, të cilat, po t'i mbledhim të gjitha së bashku, janë shumë ma shumë se sa ajo çfarë hyn në familjet tona. 3 elemente shumë të rëndësishëm të dashurit e mi. Siguria e para. Dhe më lejoni këtu të përmend një detaj nga historia e të shkuarve. Fillimisht në Kur'anin familjar, në surën Al-Baqara, në ajetin 126, Allahu Azza wa Jall na sjell ndërmend e në hatër Hazreti Ibrahimin alayhi salam, baba i pejgamberëve, i cili lutet për tokën e shenjtë, për Ka'ben e mallnueshme, për Mekën. Wa idh qala Ibrahimu Rabbi, kujto kur Ibrahimi u lut dhe tha, Zoti im, ij'al hadha baladan amina, bane këtë vend, pra Mekën,
një vend të sigurt. Warzuq ahlahu min ath-thamarat, dhe furnizoi njerëzit e këtij vendi nga mirësitë dhe begatitë e frutet e lloj-llojshme, e sidomos ata që besojnë në mesin e tyre. Që do thotë se Kurani familjarët na ka nxit me ulut për sigurinë e vendit, për harmoninë e vendit, për mirëqenien e vendit, për begatinë e vendit. E nëse lutemi për këtë, duhet fillimisht me u ngrit edhe me punu për me i realizu me sa të kemi mundësi ne fillimisht. Dhe me thanë prej mejet me ardhë siguria, me ardhë mirëqenia, me ardhë dashamirësia, harmonia me gjithë se cilin për jush. Sepse në momentin që ju kam thanë Esselamu Aleikum, unë ju kam garantu dhe ju kam thanë rini të qetë sepse prej mejet nuk ju ven sherri. Dhe në këtë tokë ndërshekuj është dhanë dhe është marë selami. Dhe kjo tokë muslimane dhe banorët musliman të kësaj zone, 100% musliman, ndërshekuj kanë dhanë dhe kanë marë selamin si kurse dhe sot, duke na falë dhe duke na mësu të gjithëve mësimet ma qytetëruse të sigurisë, të qytetarisë, të mirëqenies e të harmonisë dhe vllaznisë që kemi me njëri tjetrin. Mirë po ndalni paksa. Ne themi se shejtani nuk ka vdek. Shejtani nuk ka vdek. Edhe shejtani i mësoi një ditë fëmijëve të tij një mësim shumë të madh. I mësoi se si me nez fitnen në mesin e realiteteve në paqe, në harmoni. Dhe i tregoi një ditë fëmijëve të tij një familje që jetonin thujse të izoluar nga pjesa tjetër e botës. Një burr, një gru, një fëmijë i vogël, edhe çfarë kishin ato bereqetin e tyne, një lop, një shtëpi të vogël, një kasollë, një çadër, çka kishin. Edhe i thash, shifni tash se unë nezi zjarr këtë vend. Ata u habitën, i thanë, po burrë gru e fëmijë i vogël, ç'a më nez zjarr këtu? Tha pritni. Burri doli për të shkuar në punë. E përcolli gruaja e tij me shumë dashamirësi, i uroi mbarësi dhe burri u nis. E mori fëmijën e vogël për gjinit, edhe u ul tek lopa për ta mjel atë, e lidhi tek kunji i saj. I tha shejtani të bijeve, shifni tash se çfarë bajon me këtë. Ata u habitën, ç'a do të bante? Një gru filli kat me një fëmijë të vogël. U afrua dhe e lujti kunjin e lopës, e tremi lopën. U trem lopa. Dhe nga lëvizja që bani, e tremi gruan, e shkapeti gruan dhe ja hodhi fëmijën në tokë. I vdiq fëmija i vogël. Nana u alarmu se fëmija për gjinit. Lopa është tërbu, fëmija për para saj, kufom, Zoti na rujt. Gati i ku menja, e theri lopën. Nuk kaloi shumë, u kthy burri në shtëpi. Gruaja si e shastisun, lopa e therun, një pirg i madh me gjak, edhe fëmija kufom. As pyti, as një as dy, shkoi edhe e myti gruan e tij. Sa gruaja pas ka lut më edhe pas ka myt fëmijën e lopën edhe pas ka marrë qaf. Nuk kaloi shumë. Dhe njerëzit e gruas morën vesh se çfarë ka ndodhur. Erdhën edhe mytën dhandrin e tyne. Njerëzit e djalit e morën vesh çfarë ka ndodhur, erdhën edhe u kacafytën me familjen tjetër dhe u shun dy farefise. Mësimi është shumë i thjeshtë. Për herë është një dorë shejtanore dhe e djazuar që lëviz kujin e lopës. Ata prej të cilëve pritet investimi për të mirën e këtyre familjeve të izoluara, për fshirjen e mizorisë nga realiteti i zymt i kësaj zone, për zhvillimin e përmbështetjen me projekte afat shkurtëra dhe afat gjata, për të mirën e këtyre 20 frymë që jetojnë sot këtu, nga 230 që ishin. Ata, në vend që të bani një gjatë të tillë, vinë dhe investojnë në gurt të vdekun që mund të kthehen në kujin e lopës që e lëviz shejtani, për të mjedhë dhe për të nxitë fitnën në mesin e njerëzve. Për çfarë të dashur të mi? Të parët e vendit, qeveria e vendit, është përgjegjëse për çdo frymë në këtë vend. Por mi të gjitha është përgjegjëse për të ruajtur ekuilibrat e sigurisë, e të mirëqenies, e të harmonisë
dhe jo me lujt me fonde për të ringjallë fitnet të vdekuna për të cilat as kemi nevojë dhe të cilat i largojmë dhe i dëbojmë nga mesi jonë së bashku me kujin e lopës dhe djallin e mallkum që lëviz atë kujt të mallkum. Në fenë tonë islame jemi urdhnu që të keqen ta dëbojmë. Në fenë tonë islame jemi eduku që të mirën ta promovojmë. Në fenë tonë islame jemi urdhnu që mos me pas ndrojtje për të thënë të vërtetën edhe haptas, kur jemi mundu me 10 forma për të thënë edhe në takime dhe të bime të tjera. Ne jemi promovuesit më të mirë të harmonisë dhe të vllaznisë në këtë vend. Dhe jemi garantuesit më të mirë të sigurisë dhe të mirëqenies. Mirë po duhet që kësaj dore të hapun, e këtij kontributi shekullor, e këtij shpirti të madh, duhet që edhe përballë t'i gjendet një i ngjashëm, sado i vogël qoftë, sepse është detyrë e të madhit me e mirë kuptu të voglin, me e mirë kuptu edhe të paudhin, me e mirë kuptu edhe të devijuarin, por jo me leju që i devijuari, i dehuri, kumargjiu, bigjoshiu, i morali, i çturuni, i pabesi, i pafeu, me abuzu me atë çfarë është bazament i shëndosh dhe bazament i shejt dhe i shtrejt në mesin tonë dhe realitetet tona. Prandaj e falenderojmë Allahun Azza wa Jalla që na ka bërë musliman. Dhe muslimanët nuk ndalen në gjana të vogla. As nuk ndalen në propagandat boshe e dashaketësisë, e urrëties, e përçarjes në mesin tonë. Ne ato jo vetëm që i refuzojmë, jo vetëm që ja mbyllim derën, por e kemi kurajun me i qëndru ballë për ballë dhe me i dëbu si dëbojmë shejtanin e mallkum çdo ditë kur themi a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Të dashtun dhe të shtrenjtë. I lutem Allahut Azza wa Jall në përfundim të këtij mesazhi e kësaj hutbeje që Allahu subhanahu wa taala më na bën ndërtues të së mirës. Edhe më na bën prej atyre që kur e shohin se po zgjohet fitneja, vrapojnë për ta shu zjarrin e saj, sepse sikur se kanë thënë, fitneja, tendenca përçarëse, është e fjetur, e mallkoft Allahu atë që e zgjon nga gjumi. Allahu ju dashur dhe begatoftë, dhe na baftë të gjithë për atyre që ndëgjojnë fjalën dhe veprojnë më të mirën e saj. Walhamdulillahi rabbil alamin.